أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد الله نفعل نروهم برتي فالي ذنديم كركوهم قال الله سبحانه وتعالى وذزن رغنتي تدريت Nuk ka kush që humbë dërsa të cilin e lënë të humbur. Nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. Dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmërim. Lënë radhë të parë t'ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutë Allahun me emrat e tij të bukur, dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do t'i kalojmë së bashku, Allahu t'i bëj të bereqeshme, të begatshme, dhe kur dalim para tij të na peshojnë peshorën e veprave të mira. Të nderuar vëllezër, hadithi i radhës që autori i librit ka përmend e ka emëru këtë porosi: çdo çështje e besimtarit është hajër. Çdo çështje e besimtarit është hajër, dhe këta e kanë nxjerrë prej hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili hadith gjendet në koleksionin e Muslimit rahimahullah, kitabu zuhd wal riqaq, ku e përmendet hadith, është hadithi an Suhejb رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله بالله është hadithi madh. Edhe nëse ne e marrim këtë hadith dhe e shtim punë, na bën shumë punë këtë jetën e kësaj bote. Pasha Allahun betonan Allahun subhanahu wa ta'ala, se ai i cili që të praktikisht në jetën e tij, wallahi billahi tallahi tribe më të mëdha për i bëj jetën këtë botë, ka me kalu me lumturi, me qetësi, pa marrë parasysh çka do që e godet, pa marrë parasysh çka do që i vjen. Ndëgjoj hadithin edhe pastaj po ndalemi së bashku pe komentojmë. Thot, sa e çuditshme është çështja e besimtarit. Sa e çuditshme është çështja e besimtarit. Gjithçka që godet atë është në të mirën e tij. Dhe kjo nuk është për askën tjetër përpas besimtarin. Kjo veçori veç e besimtarit. Kur begaton ndonjë begati, kur e begaton Allahu me ndonjë begati besimtarin, ai çka me ne falendron Allahun subhanahu wa taala, gjë që është në të mirën e tij. E nëse godet ndonjë vështirësi, ai bën thot sabër, bën durim, gjë është apet në të mirën e tij. Kjo do të thotë është çështja vetëm se e besimtarit. Me mësu vetën tash pe barka daldole pe çkokolojmë bashkarisht. Me mësu vetën ti dhe une se në mirësi, e në vështërsi, me qenë i kënaqur me ato çka ka ardhur prej Zotit. Më u bë Allahut teslim. Më u dorëzu Allahut. Më u dorëzu Allahut robi për çdo gjë që i vjen, qoftë e mirë, qoftë e keqe. E kjo në terminologjinë islame, kur robi i dorëzohet Allahut në mirësitë që ai ja ka dhuru, apo në vështirësitë dhe fatkeqësitë që ka bëu Allahu, ai bën sabër, që sa i thojnë terminologjinë islame me besu caktimin e tij. Edhe është një prej shtyllave të imanit. Ti mundesh me thonë, "Allah, unë e besoj Allahun." I besoj edhe me lajket e tij. I besoj edhe librat e tij. I besoj edhe pejgamberët e tij.
i besoj e besoj edhe ditën e fundit, ditën e kiametit. Po në çështjen e caktimit ti, kaderit ti, dështon vallahi si e besimtar. Nuk je besimtar. Se dush me besu edhe çka? Caktimin e ti, që ata ka orë në hadith, pleston të mirë, Allahu na i mëshiroft, ja Rabbi, thuni amin. Jo god të mirë, ja u kanë mësu fëmijëve, gjyshi i mirë, babgjyshi i mirë në shpe, ja ka mësu amentu billahin. Kusha ma i vjetër e dingë që është amentu billahi? Ka mësu amentu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhiri wa qaderihi sharri au khayri au murrihi wa hullihi wa murrihi. Ka thonë ja u ka mësu amentu billahi, që ka besimin në Allahun, 6 kushtet e imanit. Ka thonë besimin në Allahun, në melajket e ti, në librat e ti, në pejgamberet e ti, në ditën e fundit edhe çka? Në kaderin e ti, caktimin e ti, qofti mirë apo i keq. Në transmetim ka ardhur i ombel apo i idht. Po, kaderet jonë të omblet idhta. Ne në atë omblat si shtim heq në hesab, se në konda, men hera jo knatësia në bënë dështë a Zotin në falë, ka hera dhe me falenuru Allahun e që duhet. Se hadithi po thot, ajeben li emri lë mu'min, ajeben li emri lë mu'min, e që dishma që është e besimtarit. Inna emrahu kullahu khajr, e tërë që është jeti o khajr. E kjo nuk është askon tjetër vësh për besimtarin. In asabet hu sarra, shakar, kër e godet e mira, a i falenderon. In asabet hu darra, sabër. E kër e godet e keqja, qka? A i bën sabër, bën durim. E brëna, për të mirat, atë këshia që të është, kur të avim kaderet e ithta, se të omblat në knashin krejt, në shkrin, atë ithtat që të delën pa imani. Qëtu matit imani? Nuk matit imani, kër ti ke thonë, o, zot, po duli nuset mirë, e Allah ta qëllë nusel e mirë. Imani madhët kërë rozët po duni nuset mirë, të vjetë së provanë Allahu pak që ajo nusja i ka pak do rebet këshia, me bo sabër, e jo mu që me kallë një fis krejt, si do t'jem 3. Një herë qka? Kur po martohen, I love you, you love me, you kiss me, you kiss me. Apo, na mbëtëm, thushti baba lartë e nana tona s'kishin ditë me puth heq. Veç këta din mu puth. Veç këta din me i thonë një një tjetërit, I love you, you love me. Pasha Zotën po, në Zotë për i bëj belë, shëqër Allah që martesën e ke marrë vesh për i librit Zotit, e për edukatës të mirë të prindve tonë e babgjyshave tonë, se dohorave të kësej demoni, kisha dhënë kur si isha martu. Ta gërditin edhe grun ta gërditin. 500 postime për grun në Facebook, e dashura ime, e shtrejta ime, kejtë mirëve, po nonën, kur kish kru për nonën, për babën? Kur kish kru i dashur i baba, e dashura nën? Se për fotografi, unë mendoj që dejo zlaka me e qitë grun në Facebook. Po më janë shumë kesha, do është kujt jakonda, se po në gjesin i këshit e grun me bikini, që në këshit grun në Facebook me bikini. Mja matë të mahovkat, mja matë asajna. Ja, besë shkon kështu, rëbi Allah, të në përbëj valloj për pak me keshë dhe po keshni kjo me kajt. Një njeri kër e merë grun e vetë dhe e qetë në Facebook, ja ka qitë veç 2-3 copa që tu ja ka qitë, e i copa të i poshtë avodon, kjo më zë ma kesh avodon. Kjo është me kajt e me kukat. Kë njeri o dejuz, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ai i cili nuk ka gjelozi për grun e ti, për familjen e ti, ai është dejuz, pik. Dejuz, edhe me dëtë madhë, dorës, jo të shtypit, me dorës. Besimtari është, ka iman, pe imanit vallahi dela jo. Grune me pas grune bukur, po këtë kanë qenë me pas grune, ama grune bukur për veti, jo për këshi, jo për Facebook. Para të arsyt dashurit e mi, besimtari i vërtet, është ai besimtar i cili dhe të thot, e falendëran Allahun, bën sabër në caktimet e ti. Kër i vinë caktimet e Allahu subhanahu wa ta'ala, sa Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bot dynjan dashurit e mi, Allahu e ka bot dynjan vend të sprovës.
Allahu thot, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, mi ju provu juve cili për juve ma vepër mirë. Me të këshyrë ty, a je musliman i mirë, a si je musliman i mirë. Do për neve, na e na musliman të mirë me gojë. Laba, si agregati, a ki pa agregati. Bën zhurme në 50 kW dhe veç 2 kW rrim jep. Gjësa që shtë jo në vëtër. Zhurme në ka 50 dhe provon në rrim veç 2 kW. Dhe këtë të përko kështë besimtari. Besimtari e kundër të eksaj. Zhurme në ka pak, po kW i ka shumë. Edhe ne dashurit e mi, do t'i kthehemi Allahut, t'i bindemi ati, edhe kur në Allahu t'jep mirësi, jo mu bosi kurse disa prej neve që jënë bo, kur i bon pak dy, që thot populli, bon dy pare, dënë me i prek krytën hava, ma bre ti se ato nuk jon prej teja ato. Ajo është mirësi që Zotit ka dhuru që ndoshta, sa prej njerëzve Allahu ju ka jep mirësi e me ato mirësi ka sprovu. A di që Allahu subhanahu wa taala ka njerëz se tash dikush thot po mirë bro hoxhu në ngjon një njerit keq, shumë njeri keq. Gjoz vyn, ama kur gjopi dynja si mungon, ka dalë haxhi baba, çe tash hoxhet e përgjigjen. Edhe ne çdo një si ti çashtu. E vërtet është. Ka shumë njerëz në dynja që kur gjo si mungon për dynjas njerë ma të poshtër që thot popli me qiri me dal me lypë se gjenë. E qësh ndodhë kjo hoxh, po se Allahu çështjet e dynjas nuk jon njësi matë se e imanit robit, me kallëzu se robi o i mirë apo i keq. Allahu pasurin ja jep të mirit edhe të keqit, ja jep besimtarit edhe jo besimtarit, ja jep devotshmit edhe jo devotshmit. Ama Allahu imanin, besimin, nuk ja jep vesh ato që e don. E bore vesh? Imanin, fjallën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, nuk ja jep vesh ato që e don. A këto raqet, që 5, që 7, që 8, që 12, që 15, ta e grad Milaradi, Muhammedi, Abdurrahmani, Kola, krejti grojla udhëll. Ama tilka al-jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Këto janë xhennetet të Allahut të cilat do t'i trashëgojnë kush? Robrit ton devotshëm. S'ka që ke gratë që 5 sa unë tha. Ja ki po dopi neve hala era me bo me shti me hukat. Me i thonë hukat, hala era rasa i vjen. Pasha zotin po. Ha, ma me bo me ndi, thush kjo Gjoni Shvërko. A, kjo, te kula e Parisi, që ati të dërkull Parisi të vëtërnu. Ma bre, më shqit mend, ma se peja Los Angeles është e vogël. Na të mbojmë mend edhe qyrat kër të kanë shku. Dhe i dasho, nëse Allah të ka e begati, ka e mira ule kryte dhe falendero Zotin, thuj, o Zot faleminderi që më begatove. Allahu thot, le in shakartum, le ezidennekum, nëse më falenderoni, ja ushtej mirësit. Tani Allahu të ka e mirësin dihmaj tjertë, jep ja u dorën tjerëve. Tani e kom thonë tash, po më vjen kes që për i ripërsëris, po i kom do të ripërsëritjet mira jonë, unë e qështu besaj. 10 gram kërë që 5, vëllau vetë me bicikull të zastavës. Ska kështu? Jo, shiti gumat edhe bënja vëllau të bilem një golf dësh bënja. Ngrit e prej biciklës zastavës, shumica të rive ty be din që ka biciklës zastavës, nështë asë me sy se kanë po, e din ma të vjetër kështë jo do të biciklat zezat. Se tash po ka dhe bicikla ka 4-5.000 euro. Po, edhe ma shumë. Po olla i dashëm, qëllimi qka është, bënu i mirë mas parti për familjen tënde, për vllaun tënd. Sot na shpesh herë dim mu kun shumë mirë me shok tonë. Dim mu kun shumë besnik me shok tonë, po se na besnik me vllaznit tonë. Na dim shumë mirë mi u bo njerëzve, po si u boj mirë vllaznive tonë. Pasha Allahun, qaj që si bën mirë vllaut vetë, wallahi billahi ty e mu, veç du të mi hakëshyr ku e ka interesi, se s'ka shancit, hiq bre s'ka shancit. Se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, khairukum, ma i miri pe juve është ai cili o ma i miri për familjen e ti. E unë jam ka thonë mesin e ma i miri për familjen time. Pa kon ti i mirë me nanën e me babën, me vllaun,
s'mundesh ti më koni mirë me të tjerët. Nuk mundesh hiç. Para të dashurit e mi, ne kur e falenderojmë Allahun për mirësitë që Allahu na ka dhuru, Allahu na i shton ato. Po ashtu Allahu kur na sprovon me sprova, e sprovat në dunjë janë të shumta. Dikon Allahu e sprovon pasuri. Dikon Allahu e sprovon në shëndetin e tij. Dikon Allahu e sprovon në evladin e tij. Dikon Allahu e sprovon në familjen e tij, në gruan e tij. E sprovat lloj-llojshme, kështu Allahu e ka aratis këtë dunjë. Kështu Allahu e ka kriju këtë dunjë. Sprovat, e si mu kalu sprovat? Shumë lehtë kalohen sprovat. Allahu thot në Kur'an, i thot Muhammedi s.a.s. në mënyrë direkte, në mënyrë indirekte, se cilit prej neve, kullen yusibana illa ma kataba Allahu lana. Thua jo Muhammed, asgjë nuk na godet përveç se atë që Allahu e ka shkru, e ka caktu. Wa huwa maulana, edhe ai është mbikëqyrësi jon. E në të le të mbështeten kush? Besimtarët. Sikur se Allahu në këtë ajet po don me na thonë neve, nëse doni me i te i kalu që ato që unë e kum shkru juve, doni me i te i kalu, te i kalejni tu mbështetën në mu edhe duke qenë besimtar. Pasha Allahun, kush e ka që të cilësi që o përmen në këtë ajet, musibetet e ki po të allim mes besimtarit edhe jo besimtarit. E në gjeni njeri ti që e kanë vëra mizën e ti? Po, e në gjonë. Po e në gjeni që atit njëjtit njeri e kanë vëra dhe mizën, edhe i kanë ndekë këtë fëmit, mundesh. Po e në gjeni njeri ti që ja kanë vëra mizën, ja kanë vëra familjarët, e i kanë vdekë këtë fëmit e ti, e pastaj e kanë përzon prej vendit ti, pastaj e kanë shajt, e kanë torturu, o dalë në rrugat, që të me thonë me dojë që ta shtinë në rrugë, tu hecë me të arë dikush në basë, me të kapë njakën e me të ngrej, atë kish arë lezet. Ha? Atë kish arë lezet qështu? Me dojë që ta shti pijamis, basë që mos tu hecë vjen dikush, pa biga i rek, ti pa i po kur që vjen të kapë njakën e të ngrej. Shkën ma mbrin të qenë rezitare, del njëni thot, ej, Orencë. Salosë mbrin të qashia gata atjeve që thot, ej, o sirbazë. Kërejt që to ja kanë thonë pejgamberi s.a.s. dhe i ka pos. Ama, pasha Allahun me më thonë që tash hoqë, përshkruje me një fjallë definicionin e sabrit durimit, a në që kësha përshkru? E kësha qujtë Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Nuk kime gjithë pasha zotën durimtar matë manë thaj. Allahu e ka zxedh vull pejgamberve. Pejgamberi i fundit, maj miri njerëzimit, maj miri, nuk ka shkel dikush këtë ftyrë tokës, maj mirë se Muhammedi s.a.s. A di sa është sprovujt dashurit e mi ky Habib, 6 muj dit, apo në transmitim vërtet, thot Aisha, 4 muj dit së është dhez o gjakin shtepin e ti, nuk o pjek mishin shpiti. Kur më shpetisjon kon Eswadan i thojnë ujit edhe hurmave. Te ki po, na hurmat kur na vinë, kur kene me bollak, luj fëmija me to, luj kapitasha. Te kuj bekum, uj edhe hurma kur s'ka pas, ja ka pas veç uj, ja veç hurma. Na ujin, ta shkojna te uja ki pak, na ka kap kriza në qytetin tonë. Ja ka nisme na kap kriza në uj, ama i kena do të meqen, po pasha zote, po i kena do në qytetin tonë, inshallah s'kan mesin tonë këtu. Dele vadit asfaltin e vadit moj të pishëm. Po këtu s'po ka shtet, se këtine du të mja u djekë, qorbën mirë du të mja u djekë. Këtë t'ja fut një dënim 5.000 euro, merë vesh këtë që shiva ditë asfaltin. Se shqiptari, merë vesh me pare, vesh me dënime. Jo vesh shqiptari, po kejt njerëz, Allahu e kalon, si të shtrëngon t'i ligjin, kejt në vi. Unë e shtash kur kesh pak në Suedi, jo më konë një 3-4 dit, edhe i pashtu i grokera dhe jo vashallah që i grojsh i keret sa birë, sa qetë, pa bos viret, asha dhe një rabbi, këta në Kosovë,
Ja vora kjeri djoli djalisa ole pak si Kosova, aty shpe, jo, mo se kamera, haji, papa kamera, pse Kosovë s'ka kamera, ta shti tu me ardh mat, se s'pidihem në të kjere, pak jo ndoj i ri, ndoj jo, ato BMW-ja që shdej që i thonë që i kanë zonën, që i kërëzët auton. Ja bave përum këtu me qitë men, na që të deshim me fal akshomin, auton, në që si sharlatoni, auton, që pasha zonë nga erveç se ki drejtën e me lujtë edhe policin, ishtë dola të bëj, i shejke gaz, me i thonë, qa me i thonë, s'po ishtë thonë, se tani pete prej, sa dhe i kom shu një 2-3 tronda e më zbonë shumë. Qa me i thonë këtë në njerëzve, që ditës me këta njerëz, që ditës, vallaj, billaj, po. Për atë arsit dashurit e mi, për më u përmisu, për me e tu, të qetë edhe njerë po këthena, me të qetë dashurit e mi, kënaqu me ato që Zotit a ka dhuru. Nëse Zotit ka sprovu, bën sabër. Bën sabër si Ejubi edhe me shto për mbylli. Ejubi a.s. kush ka qenë? Pejgamberi Allahut, Allahu e ka sprovu dashurit e mi, i kanë ra copat e mishit pej trupit. Le që aqë, ja ka nisë me i orë një erë e keqe, e ka marë familja e ti, e kanë qitë për i shpis, e kanë qunë në kasol atje, veç buken kër e ka që gruja. Allahu, a veç ka që ka sprovu, jo, Ejubi ka pas shumë pasuri e shumë gra, Allahu ja ka po që me i vdek gratë e fmit e me ja marë këtë pasurin, veç një gruj ka mbet. Edhe kër i ka ardhë smuja Ejubit a.s. gruja çdo ditë po shkon me ja çu ushqimin. Edhe gratë, sidomos ju djem të ri, bëni do thuaj Zot mos ma çoni gru trend. Çama në gru të hajrit, ku me bo me pas grun që të bën presion, gjumë s'len me bo. Gratë me bo me ta lshu presionin, me tension të nalt, të kall. Gjithë djeg. Edhe Ejubi a.s. pejgamberi Allah, pejgamberi madh. Po vjen e pesë sprop, lutë më Zotin me çiru, lutë Allahun me çiru. Ejubi po thot, po vjen bare pe Allah, thot 60 vjet Allahu më ka jep shëndet mirësi, tash me i thon po vjen bare, po diku mbas presionit të madh. Atëra Ejubi e boni një lutje, tha wa Ejuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Tha dhe Ejubi kur e thiri tha Zotin e tij dhe tha o Zot, tha më ka godit, tha një fatkeqësi e ti e maj me shërshmi me shirus. Nuk tha o Zot o ka vdhembre, o qysh po bin copat e trupit e po na dojmë pe këtu të na jon një therë në kom me hiket pe e mërvesh. Qështu do të abjoti do njerëzve? A Ejubi çfarë sabri, boni sabër, kur e shëroj Allahu subhanahu wa taala se mbas vjen ajeti, thot Allahu fastajabna lahu, ne ju përgjigjëm thot ati, dul, i shnoshu, mu shnosh Allahu subhanahu wa taala, janë isha njerëz me bëhajgare me ta. Than, o që ky Ejubi që ka pas pasuri shumë, e që ka pas fëmijë shumë e gra, që shumë beti shkreti. Imamul Bukhari e përmend në sahihun e tij, Allahu subhanahu wa taala thot ja ka çunë një rëm mbi kokën e tij, kanë rrathat çypat dukatit në formën e karkalecave, ju kanë mbush gjypja e tij. To shumë e di që dikush kur e ndihnë thotë qysh, pa tash ti ki problem shumë se ti duhesh me besu në herën e Zot, i cili është që fuqia e tij është absolute. Kur e beson që Zot që fuqia e tij është absolute dhe çdo gjë është mes dy shkronjave, kun bëha dhe bëhet, kjo hajgarallok që janë ato për men, sa i ka kryu edhe shumë gjëra më të mëdha se këto. Edhe plus thot kësaj, Allahu thot Ibn Kathiri e përmend në tefsirin e tij edhe në Bidaya wa Nihaya, thot Allahu ja ka ringjall këtë gratë dhe fëmijët e tij. Veç për çka? Mos me lën mu poshtru para njerëzve. Sabri dashurit e mi e ka një çmim. Wallahi billahi, ai që bën sabër patjetër ka më marr çmimin e sabrit. Allahu na dhuroft sabër. Neve, fëmijëve tonë, familjeve tona, na bëf për atyne që mu kënaq me ato që ka Zoti na i ka dhuru, aty ka kem qelluar për mirësive të Zotit, duke më gabuar me dhe shejtani wa khdawan.